të lasha. Cilën do ta kështë pyet? Me rezultat 2-0 ai klozë më krynë, kështu më po. Na nuk po thojmë me rezultat, na po thojmë mënyrën taktike se çysh është dashur është me luajë Shqipëria. Mos të bëmi tash na më se Silvinia, po mënyrën se çysh është mbrojt aq fell si Silvinia, unë nuk e di kur do më mri me dhoni gol. Se si do më mri as 100 metra larg me mri. Su zërin me Angli. Me mri me të tjera. Jo më provo më larg më mbroj. Po të lën hiç më as po të lën me dol hiç provo sa duhet të lën. Po ti pia imponon, Rafaro. Na nuk po bëj. Po ta imponon ai, ai është i fortë, ai është i fuqishëm. Kishim pranuar 2 zjarë, na thjesht, po kujdes po ç'bën ti. Ai s'len hiç, s'len është i fortë. Në gjithë aspektet është më i fortë se ti. Nuk lën me dol. Edhe me tentuti nuk lën me dol. Dy herë duli me top gjatë. Që tha treneri me brojën, po në rrugë nuk lege me dol, se s'len se është në gjitha aspektet më i fuqishëm se ti. Ja s'len, se s'munësh. Se është shumë i fortë ai ndaj te. Pjesë parë në herë se ke shtylla. Ja, 90 minuta pa dol edhe me Merilindën i dal anglisht 2 herë, më rrezikuar për 90 minuta, po i marrën ashtu ata të tjera. Ti Merilindën ora se zgjot futbolli është kur është mirë, duhet të mu pajtuar me realitetin. Anglia është super e fortë. Super e fortë. Nuk ka diskutim, nuk ka rasisht do kampionat të finale, mos bëna e gore, është... Po jo, që po thënë ju me dojnë me sulmu, sikur me mund zgrozit me krone. Kopti që rrasyt, po vës bëna e gore, mëre. Rëqa të mëse prek, nësa të jetë qare i natë të shyrë. Tha me sulmu, po të pakër një gol, 4-5 mëndësit me në pjesë, 3-4 në pjesë, 2-4 Ja, ka kryve sot të marrë. Necin e qitin penzion. Kjo është super analizë, kjo për ty është super analizë. Jo është me krone, do më për ty është analizë. Kjo është super analizë. Kjo tha me i linë. Jeti janë është me sulmu që ekipën e fortë, ma e odhin për ty letë. Shtë që jenë regull, rëgjët e përmas, thu jam ma zamon, ma ka dole, Sa kishe dole me rilindjet për bolla anglisë në anej? Po dyja që shdojnë Shqipënia, unë kështë atë sigur. Qare nimi kiti që sulmon grojzin e nëzën e my, dikun edhe moj i lirë, jenë regull? Dite vështë ja i pesat Zdi, anë me të posat me qitën të që me të shpejt. Po masani ti e my të ka pëshu. Sot nga Wembley ku ishën 82.500 tifos të pranishëm teksa 20.000 shqiptar raportohet që kanë qenë duke ditur Samuel edhe numrin e madh të shqiptarëve që janë në Angli dhe ruan edhe para ndeshjes atmosferë fantastike, por edhe gjatë tërë ndeshjes. Atmosfera ishte fantastike. Ta vesh për skosë, ta s'luj. Aty po është luj dhe me dhe. E motivuar një ekipin para. Edhe në European shqiptarët kanë ditë me bo atmosferë të mirë. Mendoj që me rëndësi duhet me kanë që atmosferës me u përgjigja dhe skuadra në fush me bo performancë sa më të mirë. Dhe mendoj që qysh në shena rast duhet t'ja shpërblen mundin, sepse normalisht për me shku me po një ndeshje aty përveç anës financiare është edhe ana tjetër e maltretimit që do shkosh me makina shu se prej ka shku dhe prej Shqipërisë shumë e prej Kosovës e prej vendeve tjera aty ofër. Po të kishtë edhe këshumë, të kishtë lujt me kundërshtar ti ishi i ka në grupë, po të kishtë lujt këtë formë të lojës sot, normal që kishëm kritikuar. Jo, është diskutuar edhe pjesë. Se në asnjërin prej skuadrave tjera nuk mund të kështu. Kurse me Anglinë diçka tjetër. Faruk, me Andorrën ç'a presim? Si parashikuesi sa Jam i bindur që Shqipënia fiton. Jam i bindur. I bindur jam, këto mund e shlirë me shku më gëzu, piq tash më gëzu ti. Se kur bon të gjujt e qira të lejtor që i gjujnë mirë, thujnë shko këzono të vlamuri se gol është. Edhe do më për thamë, shko këzono, shlirë për sonde se Shqipënia fiton. Para ndeshjes sot i bindur. Që kejtë hoqën e knoqë me dekte, kejtë u që kryo. A mo sonde është shumë një vetë, të regoj. Paska unë me 2-3 ure. Faruk, edhe pse kom mesazha prej disave, me ngacmu pak, po nuk po muj se i niveli. Fenomenal.